Lidhet gjenden ide dhe besoj se graduale do ta shpalosi protesta. E arritshme në analizën që ti bën qeverisë teknike dhe a mund ta pranoj Rama dhe kjo shumicë me 82 mandate aktualisht, jo me 83, po ka dhe 3 të Partisë Socialdemokrate të Tom Doshit. Se po të kemi rrjedhje deputetësh siç ndodhi me Mariana Koçekun, situata e evakuacioni bëhet më i thjeshtë. Patjetër, nëse nuk ka reflektim nga kjo lloj klase politike që është sot, kryesisht nga mazhoranca, do jetë shumë e vështirë që kjo të përkthehet në një qeveri tranzitore, edhe nëse protestat vazhdojnë. Por, nëse protestat do marrin më tepër kohë, po e heqin pjesën e gushtit, pra vazhdon shtatore me radhë, atëherë presioni mbi kryeministrin Rama do jetë shumë i madh. Dhe presioni shumë i madh, qoftë kombëtar, qoftë ndërkombëtar që është dhe sot që flasim, do të bëj ose do ta detyroj që të shkojmë drejt një situate apo një qeverie tranzitore. Si do krijohet modaliteti? Kush do përfshihen? A do përfshihen Partia Demokratike, Partia Socialiste, që për mua edhe pse jo, edhe duhet përfshihen. A duhet përfshihen parti tjera dhe njerëz të rinj, të cilët janë dhe pjesë e protestës, pra produkti protestës, por dhe akademik të cilët mundet të ndihmojnë më tepër situatën, për të pasur një fazë tranzitore që unë e thash që mundet të krijoj kushtet për zgjedhje të lira dhe ndershme. Edhe për një sër reformash e miratimi ligjesh. Po, kjo është kërkesë dhe OSBE-u Dirit. Pra OSBE-u Diri ka thënë që pushteti, kushdo qoftë, ka përdorur burimet e tij për të favorizuar partinë pushtet. Pra përdor administratën, përdor parat për të favorizuar vetën e saj. Dhe Partia Socialiste e ka bërë këtë. Nëse krijohen këto kushte, do jetë më e vështirë për një parti tek, kushdo qoftë ajo, që të krijojë, të mbledhë burime për të financuar fushatën e saj apo përdorur njerëz në fushat. Ta shikojmë një herë, kjo do krijojë kushte shumë perfekte, mendoj unë, që qytetarët jenë të lirë për të votuar. Mos thotë që kam vendin e punës, kam kushuririn, kam këtë, kam atë. T'japi votën atij që mendon që është më i miri. Dhe aty pastaj kemi një situatë më të barabartë në garë. Ndërsa në Partinë Socialiste lëvizjen e ka bërë vetëm Mariana Koçeku me largimin e saj si deputete e pavarur, në Partinë Demokratike zhvillimet e brendshme u eklipsuan, le të themi, nga protesta që po ndodh prej 32 ditësh në shesh, por vetëm ditën e djeshme u mblodh edhe Këshilli i Ri Kombëtar dhe u zgjodh Julia Emiri, e cila pasoi edhe Edi Palokën në krye të këtij këshilli, por po ashtu edhe një kryesi me emra të rinj. Ndjekim materialin edhe kthehemi me Redi Rama në studio. Një muaj pasi u zgjodh, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike u mblodh për të konstituar. Për Sali Berishën, kjo përbërje e Këshillit Kombëtar është më si historia që Partia Demokratike ka pasur. E them me ndjej optimizmi, kënaqësi dhe krenarie e Këshillit Kombëtar më të fuqishëm, më cilësor që Partia Demokratike ka zgjedhur në tërë historinë e saj. Vonesa me një muaj konstituimit të Këshillit Kombëtar, përveç zhvillimeve të brendshme, u ndikua dhe nga protestat të rinjve që po vijon prej 32 ditësh. Për kreun e Partisë Demokratike, kjo lëvizje qytetare nuk do të ndalet, pasi siç tha ai, po bëhet nga gjenerata që ka fituar disa beteja. Tani ata janë në rrugë. Forcë në botë që mund t'i pengoj ata pa realizuar për mbysje e kësaj qeverie nuk ka. Lëvizja e tyre sado që përpiqet Edi Rama me të gjithë propagandën e tij koprolalike, sado që ka marrë kompanit më të mëdha për t'ja u rrëmbyer algoritmin, sado që ka krijuar me qindra faqe fake për t'i sulmuar ata, çfarë do që bën, është i pa shpresë. Thirrjet që vijnë nga protesta, po si i ka dëgjuar dhe përgëzoi të gjithë ata që kanë dalë në protestë dhe mbështesin të rinjt.